Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Lori Hoxha Nuse publikojnë fotot nga dasma madhështore me Vis Bajraktarin. 19 tetor ishte data kur drejtuesja e Top Medias Lori Hoxha i dha fund beqarisë. Përkundër shumë të ftuarve në një event përallur në Tiranë, asgjë thuajse nuk u pa për publikun. Kjo fal kërkesës së çiftit, të cilën të gjithë të ftuarit e respektuan me përpikmëri të plotë. As edhe një foto e përbashkët e çiftit nuk u publikua në rrjet, në një rast të paprecedent për fytyrat publike shqiptare, që shpesh kanë synuar privatësi, por nuk ja kanë dalë një gjëje të tillë. Megjithatë, kurreshtjen për Lori Hoxhën Nuse e mbyllim sonte. Janë siguruar 2 foto të saj dhe partnerit Vis Bajraktari nga mbrëmja magjike e kurorëzimit të dashurisë së tyre shumë vjeçare. Lori dhe Visi shkëlqejnë krah njëri tjetrit. Kujtojmë se Lori Hoxha, trashëgimtarja e Top Medias, prej kohësh është shumë e suksesshme në ndërtimin e shtëpisë mediatike dhe nga ai moment ka nisur të ndjek një profil më privat për sa i përket përditshmërisë së saj, të cilën e ndan dukshëm më pak në rrjetet sociale.